o ti i sprovuar me magji, me siher apo me sprova të ndryshme, qofshin ato shëndetësore, financiare apo ekonomike, dije se shëruesi është Allahu Azza wa Jall. Ai që i largon brengat, sprovat dhe ta bjen shërimin, dije se vetëm Allahu Azza wa Jall. E sidomos këta të cilët sprovohen me magji edhe me siher, lidhuni fort për Allahun Azza wa Jall. Mos u lidhni për hoxhallarët. Hoxhallarët janë vetëm që udhëzojnë dhe ju mësojnë se si ta kërkoni shërimin prej anës Allahut Azza wa Jall. Mirpo, hoxha nuk e bjen shërimin. Shërimin e bie Allahu Azza wa Jall. Për shkak se Allahu tha me gojen e Musait a.s. kur i mësoi Musait a.s. dhe tha pasi e sprovoi me sëmundje, tha wa idha maridtu fa huwa yashfin. Tha e kur të sëmurem, Zoti im është ai i cili më shëron. Pra këtu na bëhet e qartë të dashur vëllezër se të gjitha mjekimet, të gjitha ilaçet të cilat ne i pim, ata vetëm janë sebeb drejt shërimit, ama mjekimin dhe shërimin e bie vetëm Allahu Dhul Gjelal nëse ai dëshiron. Andaj lutju vetëm atij që të shëron, të t'i largon sprovat, sepse vetëm ai është i forti për çdo send dhe ka aftësi për çdo send. Dhe kur të doje diçka, i thot bëhu dhe ajo bëhet.